Mirëmbrëma, përshëndetje Mediana, për ty në studio dhe për gjithë shikues tonë, kudo që janë. Për shumë mot, Krishtlindjet, jemi kështu paraprakisht duke festu edhe më pastaj gjithë natës normalisht edhe do festojmë. Jemi bashkë me familjen Hasanaj, me Petritin, mikun e programit tonë, po edhe me Leon, një mik edhe më special të programit tonë, bashkë me zonin e nderuar dhe shokun tonë Klestin i cili është këtu bashkë me ne. Dhe po ju përshëndesim, pra jemi para katedrales këtu dhe flasim normalisht edhe për simbolikën e Krishtlindjeve. E do rendi që t'villojmë me zotin e shtëpisë, apo jo? Për shumë mëtë, për gjithë normalisht, edhe për zonin, për Leon, edhe për Klestin e vogël, i cili na ka ndreq kështu intervistën, apo jo? Me gjithë se Leon e kemi shok, po edhe Klestin tash e kemi shok. Zoti Hasanaj na tregon për simbolikën, normalisht është një moment i gëzimit, apo jo, i bashkimit familjes edhe gjithë miqve në përgjithësi. Sigurisht, fillimisht mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma RTK, faleminderit juve që keni gjetë kohën me na mu bë pjesë e festës tonë, për shkak se Krishtlindjet është një nga festat më të këndshme, më të harreshme për besimtarët katolik. Dhe sigurisht që ne sonte bashkë me familjen kena nda pakës kohë që të bashkëndajmë me ju këtë moment të gëzimit. Festa e Krishtlindjes ka simbolikën e vet, është një moment rilindje, është një moment kur gjatë vitit kemi punu, kemi kohë ato që kena mbjell dhe mas mbrëmje përgatitemi për një vit të ri, për gjëra të reja, për perspektivë të re, për gjëra të mira. Po kërkon me i përshëndet shikues. Ktheu ka kamera, përshëndetje. Përshëndetje tuj. Tuj? Përshëndetje, unë jam Sonika më mirë. Mirë. Leo, ne kemi pasë pjesë të emisionit, para se të kalojmë te Zoja. Leo, që ndihesh për Krishtlindje? Për Krishtlindjen ndihem i lumtur, sepse është një fest është një fest që ngjall rilindjen për besimtarët katolik. Dhe një mesazh urimi që kam është që të gjithë besimtarëve të krishterë në botë ju uroj festën e Krishtlindjes. Faleminderit shumë, urime edhe për juve. Zonjë, juve ju bjen ndoshta përgjegjësia më e madhe, apo jo, te përgatitja, cilat janë ato përgatitje që zakonisht i bëni? Përshëndetje. Atëherë, për neve normale është pak më e lodhshme, po fillon naza Krishtlindjes, fillon me kremtime, me ushtrime, përgatitjen e ushtimeve, zakonisht janë agjërueshme, thjeshtësia, edhe janë ushtrime se simbolizojnë thjeshtësinë. Keni diçka specialitet, kështu si familje? Është lakrori me kungull, është peshku, edhe gruri, zirë, varësisht prej traditave të familjes. Secila familje ka zopak. Ne kemi lakrorin me kungull, peshkun, ka grurin e zimë. Është karakteristikë se festa fillon pothuajse pej mëngjesit. Me premjen e buzmit, me pritjen, do të zoti i shtëpisë pren buzmin, shiko tash sfundmi kemi bërë traditat, i kena standardizu pak, i kemi thjeshtësu nështë pakës. Megjithatë, nëse shkon në shtëpi, për shembull tek nana në meje, ajo sigurisht vllau me nanën kanë sot mëngjes vllau është shku dhe ka prej buzmin, tash i zoti i shtëpisë tani e bjen buzmin bujare në shtëpi. Po, sigurisht që tha bashkëshortja ime, darka e sotme është e thjeshtë për shkak se është agjërueshëm dhe mramja është një moment lutjeje që për vitin që vjen, për të ardhmen që me pas akoma më shumë bashkim, begati. Kjo do të triumfon tani festa fillon që pasi ta bëjmë atë lomën në mëngjes apo kur edhe nga aty tani veç fillon festa
me gjitha gjanat të cilat mund të jenë. Leo, qëndron natën zgjuar shumë vonë sonte. Ose do ka fest apo jo? Po, edhe shumë deri në mesnatë, po. Deri në mesnatë. Mesnatë është edhe mesha shejtë. Po, e vërtet. Do të aty thot mesha kremtja kryesore dhe sigurisht që do të jemi pjesëmarrës edhe aty. Mirë, pjesën e kemi më të vogël në familjes apo jo? Pjesën e kemi më të vogël të familjes, po edhe. Eja këtu del para kamerës. Eja këtu. Po është besoj që është më kështu më i vogël i familjes, edhe besoj që ka kështu ndoshta po e them është më simpatiku, normalisht besoj e dëgjon vllahun e madh. Sigurisht, ky e don shumë vllon, apo? E don Leon shumë? Unë kam nëjë brelin teme. Mirë Ka shumë. ndrejsh brellin. A e ka ndrejsh po tash, edhe vjen babadimin apo jo? Mirë, krejt s'po du m'ju ndalë se keni më shku në mej, e përmendët në fillim edhe duke ju prit familja, një urim gjithë shqiptarëve kutët që janë, gjithashtu ata që kemi edhe në mërgat, apo jo? Sigurisht, familja jonë është 2/3 janë jashtë vendit. Me aq të cilët vërtet më lejo ti uroj më të mirat. Ata mërgata, sidomos është e mi, kanë qenë ata herojt e vendit tonë, herojt e shtëpijave tona. Me gjithatë, plus asaj në vllavë dhe motra të cilët janë jashtë, po më lejo ti uroj të gjithë besimtarët shqiptar katolik, po edhe besimtarët gjithandej botës të cilët festojnë Kështjellat. Le të përqojmë mesazhin e Papa Leonit, i cili tha, le të festojmë, le të kremtojmë me një moment faljeje. Le të falim, le të zgjedhim dikan që të falim dhe të fillojmë vitin me paqë. Ndoshta me paqë mas pari me veten tonë, pastaj edhe me të tjerët. E vërtet. Le urime dhe juve, zojnë urime, edhe urime ty. Ty gjithsesi në fund ty, urime. Na urosh? A do me uru? Urime? Urime. Mirë shumë, faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi që ju patëm sot, edhe për simbolikë erdhëm këtu tamam te katedrale, ashtu qysh na ka hije, urime pra gjithë besimtarëve, urime dhe juve, shpresoj ta keni shëndetin 2026-ën, përndryshe juve dhe Leo ju presim në emision, se i keni shëtitjet. Apo jo Leo? Sigurisht. Ju presim bash. Shpejti. Faleminderit shumë. Urime. Tash ta përmbyllësh kështu. Urime Krishtlindjet. Urime Krishtlindje. Urime Krishtlindje, pra, të nderuar shikues, urime për gjithë besimtarët krishterë, kudo që janë,